إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Me të vërtet, lavdërime dhe falenderimet I takojnë vetëm Allahut, ata e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut prej gabimeve tona dhe prej punëve të këqija tona. Atë që Allahu e udhëzon nuk ka kush e humb, dhe atë që e humb nuk ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet pos Allahut dhe se Muhamedi alayhi salam është rob dhe I dërguar I Tij. Allahu I lartëmadhëruar u ka mundësuar robërve të Tij që të dalin fitues në çdo gjendje dhe në çdo situatë. Nëse atyre u ndodh diçka që I gëzon ata e falenderojnë Allahun dhe kjo është mirë për ta. E po ashtu, nëse ju ndodh ndonjë fatkeqësi, ndonjë sprovë, bëjnë durim duke e llogaritur shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala, edhe kjo është mirë, është udhëzim për ta. Pra besimtarët janë në mirësi në çdo gjendje dhe në çdo situatë. Edhe kur I gëzon diçka, mirë po edhe kur I godet ndonjë sprovë, kjo është hajër dhe është begati për ta. Këtë na ka bërë të qartë hadithi pejgamberit alayhis salam, hadithi saktë I pejgamberit alayhis salam, ku ka thënë pejgamberi alayhis salam është për të habitur çështja e besimtarit. Çdo gjendje që përjeton ai është mirë për ta. Nëse këta nuk e arrin përveç se besimtarit. Këta e arrin vetëm besimtari që është me iman dhe me besim. Çdo gjendje dhe çdo situatë është hajër dhe është begati dhe është mirësi për ta. Pra neve Allahu na sprovon. Ako do vi prej kësaj, se Allahu na fal xhenat, Allahu na ngrit gradat në xhenet. Ai sprovon Allahu jo besimtarët. Jo imanit, ato që s'kan besim dhe që s'kan iman. Ata kanë problem ata. Ata nuk kanë kur I vash shpërbimi. Ata vetëm e kanë dërim. Vetëm e kanë sprovë. Në këtë botë edhe në botën tjetër e kanë dërim. Edhe nuk kanë kur një farë dobije prej sajna. Ndërsa na si besimtar, na si musliman, Allahu na ka begatu me shumë begati dhe shumë mirësi, që na në shumicën e rasteve nuk I dina, në shumicën e rasteve nuk I kuptojna, na duket keq neve kur na sprovon Allahu, ndërsa ajo është hajër dhe është begati për neve. Thot, nëse I ndodh diçka e mirë, e falenderoj Allahun dhe kjo I sjell dobi. E nëse e godet ndonjë e keqe bën dërim, edhe kjo është në të mirën e tina, I shkruhet sevapi për durimin. Pra Allahu neve na shkruan sevap për durimin edhe sabrin që e bajna. Ky hadith I pejgamberit alayhis salam na tregon qartazi, na tregon në mënyrë shumë të qartë se besimtarët janë gjithmonë në mirësi. Thot Allahu në Kur'an: "Inna fi dhalika la ayatin li kulli sabbarin shakur." Thot Allahu vërtet në të argumente për çdo njeri që është I durueshëm dhe falënderues. Pra, këto janë dy cilësi që duhet të ketë çdo besimtar. Durimin edhe falënderimin. Se krejt jeta është durim, krejt jeta është sabër. Gjithashtu, jeta është edhe falënderim.
Nëse mediton thellë rreth fesë në përgjithësi, rreth këtij Islami të bukur dhe të mirë, do të shikosh se të gjitha çështjet vërtetën rrotullohen rreth durimit edhe falënderimit. Lloji i parë i durimit është durimi në lidhje me kryerjen e obligimeve fetare. Njeriu do të më bëj sabër, do të më bëj durim i kry obligimet, do të më bëj sabër në fal namazin, do të më bëj sabër në nejtan ditën prej imsakut, prej syfyrit, e deri në periodin diellit, deri në akşam, do të më sabër mos më pi. A do të më bëj sabër? Po, se nëse nuk bëj sabër ti ham midis ditës, edhe prish agjërimin, me shkon hax, haxhi që shkojnë hax. Dhe që tash jam thirr Allahu aprovoft haxhin të gjithë, ata që s'kan shku Allahu ja mësof me shku. Ato e dinë se në haxh do të bëj sabër, do të më bëj durim shumë, se janë më mira njerëz. Janë më shumë se 1 milion njerëz që e bojnë haxhin për një herë. Janë më mira besimtarë që e bojnë tavaf rreth Shavës për një herë. Do të më bëj sabër, do të më bëj durim. Pra këtë dieta është sabër dhe është durim. Pra thoi dietarët se imani, pjesa e parë e imanit është durimi i sabrit, ndërsa pjesa e dytë dhe pjesa e fundit është falënderimi. Na si besimtarë dimë se kur të na bën dikush ndonjë të mirë, na e falenderojmë ata që na falënderin, e lutemi Allahun ata që Allahu më shpërbly, Allahu shpërblet, Allahu është mira, Allahu është bereqet. Kjo është lutje që elhamdulillah populli i përmend. Ka thirrë dikush në drejt, ka thirrë dikush në iftar, pasi që e kryen bukën i thu Allahu është bereqet. Sa fjalë të mira janë këto. Me lutë Allahu që Allahu më dhon bereqet, që të ashtu iftar, që të ashtu drejt. Me lutë Allahu për bereqet. E shko bereqeti, është zbritja e mirësisë së Allahut. Allahu më zbrit mirësinë e tij tek personi në fjalë. E durimi, lloji i dytë i durimit është për të distancuar nga ndarezat e Zotit. Dihet se në këtë më pas durim, njeriu i ka kënjët e veta, i ka epshet e veta, i ka dëshirat e veta, i ka nevojat e veta. E kur vjen puna në harami, do të më bëj sabër që mund distancu prej haramit. Patjetër se për me frenu vetën tonë, për me ndonë vetën tonë, do të bëj durim. E nëse nuk është durimi, tek besimtari, atëherë ai nuk ka kur gjallë. Ai nuk ka kur i vërnere, se durimi është ai i cili e shtin njeriu që mu frenu. Ka thonë njëri prej selefëve, njëri prej të parëve tanë të mirë, thotë vepra të mira bën kushdo, se cili bën vepra të mira. Edhe i mirë edhe i keq, edhe i keq që ka njerë e ban ai vepër të mirë. Edhe zullumçari, prej krejt zullumeve që i ban, e ban edhe ai vepër të mirë. Por thotë nuk arrin të distancohet nga mëkatet, përveç ai që është i sinqert me Allahun subhanahu wa taala. Vetëm i sinqerti arrin të distancohet prej mëkateve. Çka është distancim prej mëkateve? Na dina se krejt na mëkatari na gjunaqar, që bëjnë gabime, çish mund distancohet prej mëkateve? Distancimi prej mëkateve është njeriu non-stop mu përpjek, me bë përpjekje të mëdha që mu largu prej gjunave, edhe pse ka njerëz që çare para. Deshta apo nuk deshta? Njeriu s'ka çare para gjunave, s'ka çare para mëkate, se vetë natyrshmëria e njeriu është gabimtar, me gabime. Mirë pa përpjekja zban mu hek asnjëherë. Zban mu ndo prej muslimanit asnjëherë përpjekja për largim prej gjunave. Non stop, me kërku mbrojtjen e Allahut prej shejtanit mëkuar, non stop me lutë Allahut që Allahu me largu prej gjunave, me na lehtësu largimin prej gjunave, me pas drejt të madhe, me pas gajle të madhe. Dhe lloji i tretë është durimi gjatë fatkeqësive dhe durimi gjatë sprovave. Këtë kjo jetë është e mbushur me sprova, është e mbushur me vështirësi, me telashe, me fatkeqësi. Çfarë sprovon Allahu subhanahu wa taala? Wa lanabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'. Do të kena sprovë Allahu me diçka. Prej frikës dhe urisë. Wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat. Do të sprovoj me paksimin e pasurisë, njerëzve dhe bimëve. Wa bashshir as-sabirin. Përgozoj durimtar, përgozoj sabërlit, përgozoj ata të cilët bëjnë sabër për hir të Allahut dhe e marrin sevapin dhe marrin shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala, e fitojnë xhenetin. Sabri është
Gjoja më e bukur që e ka një besimtar, që e ka një musliman. Ai cili e ka sabrin, i ka të gjitha. Me anë të durimit, me anë të sabrit dhe bindjes së plot në besim, Allahu subhanahu wa taala e lartëson njeriu dhe i jep pozitë të lartë dhe e ngrej në pjedestalet më të larta. Allahu besimtarin sabëri, durimtar, e ngrej në shkollë shumë të larta, që nuk i ngrej njerëzit e tjerë që janë pa sabër dhe janë pa durim. Kjo është mirësia e Allahut, të cilët ja jep kujt të doj. E padyshim se Allahu është Zoti i të gjitha mirësive. Thot Allahu: "Wala tastawi al-hasanatu wala sayyi'ah, idfa' billati hiya ahsan, fa idha alladhi baynaka wa baynahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim, وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم." Nuk është e barabartë të Allahu e mira me të keqen. E mira me të keqen asnjëherë nuk janë të barabarta. Nuk janë të barabartë njeriu i cili bën mirë dhe ai i cili bën keq. Nuk janë të barabartë ai i cili bën mirësi dhe ai i cili bën zullum dhe bën keqi. Asnjëherë s'janë të barabarta Allahu subhanahu wa taala. Të keqen ktheje me mirësi, me të mirë. Se atëherë ai mes teje dhe të cilët ka armiqësi, të bëhet miku jot më i afërt. Mirë, po këtë nuk arrin kush, përveç atyre të cilët janë të dërueshëm, dhe nuk arrin kush, përveç atyre që gëzojnë një mirësi të madhe. Këto janë persona të cilët kanë një mirësi të madhe, Allahu ka dhënë një mirësi të madhe, u ka dhënë sabrin dhe u ka dhënë durimin. Nga ky ajet kuranor kuptojmë se të dërosh e të falësh mos jetë e lehtë. Por nëse njeriu dëron dhe fal për hir të Allahut, do të kesh problem të madh te Allahu subhanahu wa taala, do ta fitojë xhenetin. E faktorët që e ndizin njeriu që të jetë i durueshëm kundrejt shqetësimeve, fatkeqësive, është se askush s'mundet me dëmtu pa lejen dhe pa fuqinë e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj rehat, mos u shqetëso. Kur kush s'mundet me të prek, kur kush s'mundet me dëmtu, pa e shtyt Allahu subhanahu wa taala, pa e bë kader Allahu subhanahu wa taala. Prandaj rehat, mbështetu te Allahu subhanahu wa taala, edhe mos u brengos as pak. La yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana. Nuk na godet tjetër përveç ato që e ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. Ato të cilë Allahu na ka boris, kina na marr. Ato që sa Allahu s'na ka boris, mu që krejt dunia janë kam se s'mujna me marr. Prandaj, mbështetu te Allahu subhanahu wa taala dhe do të jeni fitimtar. Mbështetu te Allahu subhanahu wa taala dhe gjithmonë do të jeni të lumtur dhe do të jeni të gëzuar. Elus Allahu në madhëruar me na bëj për atyre që jemi të durueshëm dhe jemi falëndërues te Allahu subhanahu wa taala. Elusim Allahu në madhëruar me na bëj prej banorëve të xhenetit Firdaus. Me na mbrojt prej zjarrit të xhenemit, me na mbrojt prej çdo fjale, prej çdo vepre që na çon në zjarrin të xhenemit. Elus Allahu në madhëruar me na pajis me moral të lartë, me sjellje të lartë. Elus Allahu në madhëruar me na bëj për atyre që e kena frikë Allahun subhanahu wa taala shumë, bëjna vepra të mira dhe largohemi prej veprave të këqija. Elus Allahu në madhruar me na mbrojt prej sherrit të njerëzve, gjinëve dhe shejtanëve. Elus Allahu në madhruar me na dhënë të mira në këtë botë dhe në botën tjetër. Elus Allahu në madhruar me na mbrojt prej shirkut, kufrit, nifakut, hipokrizisë dhe çdo cilësie të keqe. Elus Allahu në madhruar me na ndriçur natën e varrit. Elus Allahu në madhruar me na tubu në xhenet. Çashtu që na ka tubu në këtë vend. Walhamdulillahi rabbil alamin.